desh e kanë rrafë edhe kanë bërë shumë gabim. E tha vetë. E rrethoj shteti atë. S'kemi bërë protesta ne, kur? Edhe mund bëhen, opozita mund bëjë protesta, po jo, unë nuk jam për protesta. Pse unë nuk jam për protesta? Duhet jam i hapur me ju. Shiko, problemi i drejtësisë është ky. Që kur është krijuar shteti, ata që besojnë se duhet të ketë shtet, një pushteti ti sistemi i jepet pushtet për ta ushtruar. Nuk është i zgjedhur, por është në ujdin për ekzistencën e shtetit, që ka ligjet që duhet ketë dhe sistemin e mbikëqyrjes. Bëjnë gabime, bëjnë çdo gjë, bëjnë dhe gjitha. Po varianti pa drejtësi është parashtetror. Se opozita ka të drejtë të protestojë. Jo, as kemi protestuar dhe as do protestojnë. Kam bërë konferenca shtypi aty vetëm për të thënë të vërtetat shqiptarëve. Dëshishtruar në dru. E tha vetë dje. Dhe shërbëtori tyre. Po kujt i thot? Me se justifikon ai na thot pak dosjen 330 që ka dërguar këtu ka dosjen 339 dhe 134. Si mund të atë dosje botërore? Atë dosje botërore. A ka krim më të shëmtuar se ky të mbyllish ato dosje? Unë u them qytetarëve shqiptarë se njeriu që për një arsye apo për një tjetër po thuaj çdo ditë merret me bandat, me kartelet, me këto, me ato, asnjëra prej tyre nuk ju ka vjedh ju 1 miliard euro. Jo, nuk u ka vjedh ju. Mund të kenë vjedh, as nuk kanë vjedh as një të pestën e këtyre që kanë vjedh këta. Këta me kullaro, me këshu, me këta zotrit. Ja ku janë. Ja ku janë 1 miliard euro. Ku janë? As një përgjegjës. Arben Ahmetaj, që ka kundërshtuar 5 herë djegësin e Tiranës. I pavarur ky. Ti je një armik i egër i pluralizmit politik në Shqipëri. Je një bastard, një arandit qenë në lojnë të ndam, të apo jo. Prisni 1 minutë. Kemi arrestua, po kemi bërë 35 zyrtarë. Malej pak. 3 liderët e partive kryesore opozitare. 3 liderët. Asnjë zyrtar të partisë krimit. Erion Velin e arrestoi Edi Rama. E arrestuat për llogaritë e Edi Ramës. Atë e ka marrë vesh tani çdo njeri. Dhe kanë turp të dalin, flasin sikur megjithëse djera ishte shpesh herë, disa herë u bë gati të tikte Klevi se vura re unë, që ai po bëj gati të largohej se nuk e përballoi dot të vërtetat e Verbonin. Po sigurisht po zotri. Se po të vish si armik i atij sistemi për cilën kanë vdek shqiptarët, kanë sakrifikuar dhe vdek shqiptarët, i lirive të tyre të vocës. A e dini ju sa padi janë bërë sa kemi xhuar në skap? Mbi 100, vetëm për zgjedhjet. Ky ignorant, i turpshëm, po të lexoj raportin, çfarë thot raporti ndërkombëtar që me të parin.
U përdorën, thot, resurset shtetërore në kundërshtim me ligjin për votat. S'ka rëndësi kjo, se partia ti, si pas ti, ka drejt të bëjt të gjitha këto. Sepse vetë është i marrur peng. Vetë është i marrur peng. Dhe anë kohët se është quajtur kryetari një organizate kriminale. Se quja kurrun të tillë. Po të mos kisha këtu unë dokumentat që faktojnë se Taulon Balla ka porosit vrasja dhe janë djeg dokumentat, janë eliminuar dokumentat. Nuk e thoja kur këte, po të mos kisha këtu dokumenta zyrtare që faktojnë se Taulon Balla ka arrestuar bandën kundërshtare, edhe tani ajo po ndodh. Do arrestime që ishin po i porosisin bandat për njëra tjetër, mos kujtoni se është ndryshe. Jo, se ata e kanë bandat, njëra band ka drejtorin e përgjithshëm të policisë, banda tjetër ka tjetër me radhë, kështu që tani po përleshin bandat, duke kjo është e gjithë skenari. Pra, arreston bandën për të marrë votat dhe jo për të bërë rendin. Dhe ky ka dosje. Ky ka dosje Vatstakën. E dini që është Vatstaka? Është një prokuror hajdut që ka fshet gjysmën e pasurisë. Dhe ja ka kaluar Taulon Balla me kompani vetimun. Hajde ti marrim dosje, ja kam unë dosje. Po pse? Sepse i thoshte Sueli këtij Taulante, shkomi nxirr ata dy vrasit, terroristat ata, të fusish tritol në nshal për të vrarë njëri me bicikletë që kalon nëpër njerëz, do thotë ti merr parasysh të vriten fëmijë, gra, kurdo që tjetë. Ky është akt terrorist. Vatstaka, ky troplini që i mandosin aty, Vatstaka shkoi dhe i liroi ata. I ka të gjitha ndosje. Po çfarë vjen keq? Ti je një kriminal, jo kryetari një bande kriminale, po ti je një kriminal edhe për këtë do përgjigjesh absolutisht, më thapë. Unë nuk duhet të them kur se spaku i tërë është, po aty them këte, aty janë 5-6 vetë të lidhur me krimin dhe ky në radhë parë, se ky flen mbi dosje. Ky ka dosjet. Eriona Daupaj ish agentje e BKH-s, e regjistruar me të gjitha, përmend prokurorët e tij, që kërkojnë jo nuk i dom 30.000, dom 70.000. Dëshmon Taulon Balla se do t'i marrë atyre ato makina se çfarë ishin, t'i marrin polici, t'i nxjerrin jashtë afati. E çfarë do të themi ty më? Je varianti më i shëmtuar. Ti ke një vend, dhe ai vend është aty ku e kanë ata të cilët flen mbi dosjet e krimit. Prandaj vrapoje ti për të ndryshuar kushtetutën, se të duhej të vazhdoj me mandatin, se këta dalin sikur kështu. Megjithatë unë ju përgëzoj se ai thash dje u bë gati disa herë tikte nga salla.